Zgjerojmë tani bisedën që përfshihet pak Albanin. Duat përfshihet pak Albanin. Alban, çfarë thot profesori është pak teknike. Megjithatë, ju si fermer sa të informuar jeni për rregullat e pesticideve dhe sa mendon ti që qëndron kjo lista e Dirty Dozen që ka pra Amerika, kjo lista e pisët amerikane, sa qëndron edhe për Shqipërinë, për luleshtrydhet, për lakrën jeshile, për pjeshkën, për dardhat. Pjeshkën e kemi të Stinës, nektarinën e kemi të Stinës, atë luleshtrydhen e kemi të Stinës, qershiti kemi të Stinës, speci zi nuk e kemi, por rrushin e kemi të Stinës. Edhe specat domate të Stinës. Po edhe specat domate, okej. Po. Dua të qarë diçka, se nga vendi, nga shteti në shtet, sidomos kjo është nga kontinenti në kontinent, rregulla ndryshojnë. Bashkimi Evropian ka shumë rregulla të forta dhe analizat MRL që zakonisht i kanë të gjitha shtetet, domethënë Bashkimi Evropian i ka shumë herë më të forta se sa Amerika. Duke parë që Amerika ka një bujqësi super intensive dhe kushtet në Amerikë janë shumë herë më të vështira se sa në kontinentin Evropian, ju them me garanci se Europa prodhon ushqimet më të sigurta në botë. Dhe duke thënë të diçka tjetër, duke parë që Shqipëria eksporton shumë fruta perime dhe kjo ka ndikuar që fermerët deri diku të prodhojnë me rregullsi. Kemi pasur problematika, por ato problematika kanë qenë të lokalizuara. Dhe pas disa debateve që janë bërë në media vitin që shkoi, ju them me plot bindje që ka pasur disa kontrolle ose më shumë kontrolle në ferma, në sera tek fermerët dhe janë marrë masa dhe këshilluese për të prodhuar sa më mirë që prodhimet bujqësore të mos kenë këto problematika që kemi hasur vitet në vazhdim. Tani kam një pyetje, kur themi ne që i respektojmë vetëm me fjalë apo i respektojmë dhe me vepra, se tani këto materiale që ndaluan në Kroaci dhe në Kosovë nga fermerët tanë dolën. Nga fermerët tanë, po shikosh krahasuar me vendet e tjera është normale. Nuk do të ishte normale sepse jemi vend i vogël, por është normale sepse çdo ditë kapen nga autoritetet europiane. Por kjo është vetë rregulluar nga vetë fermerët. Nuk ka ndikuar që vitet në vazhdim të jenë marrë masa nga shteti. Kjo ka ndikuar për shkak se ne eksportojmë shumë dhe fermerët kanë qenë të dërgjeshëm deri diku që të prodhojnë me rregulla që ai prodhimi i atij fermeri mos kthehet mbrapsht. Ajo është më shumë interes ekonomik se sa siguria që mund të ketë, mund ta bëjë vetë ndërgjegjësimi i qytetarit, i fermerit. E kuptoj. Tani, dua të pyes pak, ne përdorim pesticide të cilat janë të rënda ose konsiderohen të rënda? Janë përdorur, por dua të them që fermerët shqiptar kanë qenë të parë që kanë ku përdoren kryesisht këto pesticide? Po në gjitha përdoren, por e rëndësishme është që të respektohet karenca, dhe me thonë një produkt i mbrojtjes së bimeve ka një kosht përbërje. Zakonisht ka preparate që shpërbëhen brenda 24 orëve, ka preparate që shpërbëhen për 35 ditë. Kjo është ajo që duhet të ndjeken fermerët dhe duhet të ndjeken të rregulla. Kjo është, dhe me thonë, ajo duhet ndiqet karenca. Pastaj ato përdorimi, çdo preparat e ka mënyrën e përdorimit, duhet t'i lexojnë sipas rregullave dhe t'i përdorin. Normalisht të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. E kuptoj, po ku përdorim ne më së shumti në Shqipëri? Ku ke dëgjuar ti që përdoret më së shumti? Po, unë kam marrë pjesë në shumë trajnime me fermerë, do me thënë kam marrë pjesë në seminare, dhe dua t'ju theksoj një fakt, që Europa jugore përdor 50% më pak se sa Europa veriore preparate të mbrojtjes së bimëve. Se kemi klima, më favorizuese. Është klima favorizuese, ka rrezatim diellor, ajri është më i thatë, nuk është lagështia, gjithmonë ka sëmundje, ka problematike. Po t'jap një shembull, në qoftë se për Italinë, në qoftë se në Italinë veriore të molla përdorin 14 spërkatje, në Italinë në jugut përdoren 5 deri në 8 spërkatje. Kjo është domethënë fakt shëndetësor. E kuptoj. Profesor, po, më përmend disa perime që përdoren pesticidet forta. Të gjitha nuk ka të borda të pa forta. Nuk ka? Ka gjë. Ka pesticide organike? Ka.